çfarë po ndodh në botë, le të bëjmë një përmbledhje të shkurtër këtu së bashku. Më ndiqni me kujdes. Për ata që nuk e din, lajmet e fundit janë që është goditur nga forcat islamike edhe baza angleze në Qipro. Dhe kjo e zgjeron akoma më shumë konfliktin. Por duhet të dini që në vend që të reduktohen konfliktet kohët e fundit, janë zgjeruar akoma më shumë dhe do t'ju them dhe disa informacione që nuk bëhen publike. Si gjithmonë, kush është rastisht dhe nëse nuk ka bërë ende, bëjni like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe faleminderit për mbështetjen. Atëre, nuk e di, i pat lajmet e keni parë në lajme një lajm që është bërë i bujshëm, le të themi, por vetëm në disa rrjete sociale, ku një grup i madh në Australi, në qendër të Australisë, kërkojnë armë pushim, pra janë kundër luftës. I keni parë këto që të shihen në televizor? Askush nuk i jep. Shikojeni. Dhe ka me mira klikime dhe thonë që të gjithë thonë pse nuk jepen këto lajme edhe në televizor. Madje të njëjtat protesta kanë dalë edhe këtu në Itali. Të njëjtat protesta janë bërë edhe në Amerikë. Nuk e di, jeni të informuar apo jo, por edhe Susan Sarandon, që është një nga aktoret më të mëdha, le të themi, të viteve 80-90, doli publikisht, doli në një intervistë, doli publikisht duke thënë që më kanë eliminuar nga Hollywoodi, pse kam thënë që nuk duhet me fjalë pushim, armë pushim. Pse unë kam dalë që them armë pushim, më kanë dëbuar nga Hollywoodi. Shiko, para ca kohësh kemi bërë një përmbledhje dhe u kam thënë dhe diçka tepër të rëndësishme, po flitet për disa vite më parë, nga vitet 2019-2020, ku thosha që nuk do të ketë një luftë të tretë botërore. Lufta e tretë botërore ka kohë që ka filluar dhe do të jetë çeta të vogla. E mbani mend këtë apo jo? E kam thënë disa herë në disa portale dhe në disa video. Dhe sot është momenti që t'ja u kujtoj edhe një herë, sepse nuk është se zbulova ujin e ngrohtë, nuk diskutohet, por duke qenë informuar dhe duke u munduar që t'i informojnë, sepse askush nuk është perfekt, kisha kuptuar që në fillim, që në ato kohë që këtu do të bëhen çeta të vogla, sepse askujt nuk i intereson që të bëhet një luftë e madhe. Mirë po, kjo do prek shumë njerëz. Dhe në një intervistë, nëse mbani mend që kam bërë për një televizion, thosha që jemi shumë sepse kështu kanë vendosur, nuk është se e thosha unë, por e thonë ekspertët, pra ata ekspertë që vendosin fatin e njerëzimit. Me pak fjalë, ne thonë ekspertët, jemi shumë, po arrin 10 miliard banor dhe nuk mundet që planeti Tokë të sterhojë 10 miliard banor. Dhe duhet që të bëhet një pastrim, me pak fjalë, kështu thuaj në këto teori. Sepse dikush i mendon këto si teori konspirative. Mirë po, nga këtu duhet kuptuar që me kalimin e kohës ti gjen fakte. Dhe duke gjetur fakte, atëre i lidh me këto dhe thua, po sikur t'jetë e vërtet. Pra, ky ishte shkaku që më përpara unë studioja këto dhe thosha që ka mundësi që t'jetë diçka e vërtet, sepse ne i shikojmë, për shembull, që nga ushqimet. Ne përveç se po eliminojmë njëri tjetrin, po vrasim njëri tjetrin, por ka disa kontrolle të ushqimit të disa grupeve të mëdha. Dhe ndoshta këto mund të bëjnë një kontroll edhe të popullatës nëpërmjet ushqimit. Normal që janë të sofistikuara, të ngadalta, pa i kuptuar, sepse nuk duhet që të alarmohet populli. Dhe nëse keni vënë re, problemi kryesor është edhe fertiliteti, pra shumë njerëz sot kanë probleme të rënda. Pse po e them këtë? Për të bërë një përmbledhje të shkurtër, po ta shikoni në të gjitha vendet, po thuaj në të gjitha kontinentet ka luftra. Me një fjalë, luftrat janë intensifikuar, por janë çeta të vogla. E përsëris edhe një herë, këto janë diskutime që kanë bërë vite më parë dhe thosha që nuk do të ketë një luftë të madhe, sepse ata që dominojnë e dinë shumë mirë që nëse do përplasen me superfuqi të tjera, pra që kanë të njëjtin forcë, të njëjtin nivel, ata e dinë shumë mirë që tu shkatërohet çdo gjë dhe askujt nuk i intereson kjo gjë. Ndaj atyre u intereson vetëm çeta të vogla, sepse duhet me se s'bën thonë ata që të bëhet pastrim, por pastrimi bëhet edhe për një qëllim tjetër, sepse bëhet kontrolli më mirë sa më pak janë dhe aq më shumë kontroll ka. Për më tepër, duke u bërë pastrimi, bëhet kontrolli jo vetëm i popullit, por edhe i qeveritarëve, sepse qeveritarët ndonse janë tani nën kontroll disa prej tyre, fshehin disa informacione, bëjnë për veten e tyre dhe nuk bëjnë për ata që i kanë vendosur aty. Çdo të thotë kjo,
sepse siç e kemi thënë, të gjithë ata që janë në pushtet nuk mundet që të bëjnë ashtu siç u do qejfi, sepse ka dikush që ka vendosur aty në pushtet, dhe ata që kanë vendosur kërkojnë llogari. Mirë, po ka në disa vende që bëjnë sipas edhe dëshirave të tyre disa nga këto projekte ose disa gjëra që u interesojnë atyre. Mirë, po vjen një moment dhe pastaj këta do të kërkojnë llogari. Dhe sa më pak, po thosha, popullat ka, aq më shumë kontroll ka, sa më pak lëvizje politike ka, dhe aq më mirë është kontrolli i atyre që vendosin, po flas. Kështu që çfarë po ndodh në mbar botën? Po ndodh që të gjitha vendet, dikush thotë që shiko, e kanë me islam, me popullin islam, e kanë me këtë, e kanë me atë, nuk ka lidhje fare. Po ta shikoni që edhe andaj nga Azia, edhe andaj probleme ka, duke filluar që nga Tajlandia, nga Kina, me fjalë Kina me vendet e tjera, me Vietnamin, me Japonin, edhe me Japonin, kohët e fundit Kina ka probleme. Pra është një nxitje e qëllimshme, për mendimin tim, pastaj më thoni ju nëse është e vërtet, është një nxitje e qëllimshme në të gjitha vendet, në të gjitha territoret, e qëllimshme nga disa forca që ne nuk i kuptojmë. Do kush nga ju do thot janë teori shumë konspirative, shumë të si mund të quhet, të nxitura. Nuk është kështu, sepse duhet ta shikoni nga një këndvështrim nga larg. Pra ajo që po ndodh tani, po ta shikoni, në Amerikën Latine për shembull nuk ka vend që nuk ka probleme. Edhe vetë Amerika ka probleme. Po ta shikoni, në Evropë nuk ka vend që nuk ka probleme. Madje edhe nëse nuk ka probleme Evropa, po i krijon nëpërmjet bashkëpunimeve të tjera. Për shembull me Ukrainën. Edhe Ukraina me Rusinë ka probleme, edhe vendet e tjera që ishin dikur me Rusin kanë probleme. Pra po ta shikoni, pra Australia që ju thash dhe tani ndonse duket vendi i qetë, Australia janë njerëz me një fjalë që thonë që pse duhet të ketë një luftë në këtë moment kur ne gjendemi në një qetësi. Dhe duket sikur dikush i shkakton këto greva dhe këto protesta që diçka të lëviz. Pra dhe nëse do lëviz diçka aty që filloi, nëse pat dije par dije në lajme, thash nuk ja u tregojnë këto, sepse nuk bën shumë publike, nuk e di pse, po duke bërë këto lëvizje, unë jam i bindur që me kalimin e kohës do bën edhe lëvizje akoma më të forta. Në Australi po flas. Dhe kjo do të ndodhë në çdo vend. Për shembull, në Dubai ç'pun kishte Dubai? Ç'pun kishte Irani që të godiste Dubain? Pse duhet të godiste? Ran disa thoshin që ishin vetëm disa detrite që ran aty, dhe bile disa kanë bërë video duke thënë që në Dubai çdo gjë është okay, çdo gjë është okay, është çdo gjë okay. Pse janë pezulluar që të gjitha fluturimet dhe lëvizjet? Për çfarë arsye? Pra, po ta shikoni, në çdo vend do të ketë një qet të vogël për plasjeje, sepse duhet, ky është momenti. Viti 2030 erdhi dhe nuk është asgjë gati. Nëse kush e ka lexuar Agjendën 2030 duhet të jetë çdo gjë gati. Nëse nuk është gati, atëherë si do ta provokojnë që të jetë gati? Duhet provokuar, të vendosen diçka në çdo vend që të rregullohen gjërat, sepse nëse nuk e sit ti një sit, nëse ke hedhur fara në sit, nëse ti nuk e sit, asgjë nuk shkon. Nëse mbetet ashtu siç është, nuk lëviz asgjë. Apo jo, më thoni ju nëse unë kam të drejta apo jo. Ndaj unë dua ta diskutoj me ju që të kuptoni që gjithandej po ndodh, nuk po ndodh vetëm në një vend. Edhe në Shqipëri, edhe në pranë vendeve të Turqisë, edhe kudo. Pra po ta shikoni, në çdo vend, në çdo kontinent ka probleme. Dhe këto probleme do intensifikohen akoma më shumë me kalimin e kohës deri në vitin 2030. Madje tregohet që pas vitit 2030 do të ketë atëre do të vendosen disa ligje që nuk do të jenë si ato që njohim deri tani. Sepse për të bërë një kontroll siç duhet, pra kontroll i vërtet, duhen disa ligje të vërteta. Do shikoni që e mbani mend atë filmin me Monica Bellucci që thoshte që kishte lindur një fëmijë, nuk e di, e mbani mend para disa kohësh, një film amerikan dhe anglez. Dhe është ai që ka luajtur filmin, se s'mbaj mend emrin e tij, ai që ka luajtur filmin The King Arthur, që bënte rolin kryesor, edhe kjo Monica Bellucci që kishte lindur një fëmijë. Dhe
këta duhet të ruanin, pra ky kërkonte që të mbronte fëmijën, sepse doni që t'ja vrisnin. Sepse do të vijë një moment, e di që duket paradoksale këto, do vijë një moment që do të vendosen disa ligje se sa fëmijë do bësh. Për shembull, këtë vit vendi i parë në botë ishte Zvicra, që ka vendosur kontrollin e popullatës. E kemi bërë këtë kontrolli popullatës në botë, që do të ketë jo më shumë se 10 milion banor. Pra këtë ka vendosur dhe tani me kalimin e kohës do kenë sancione, me fjalë do të kenë gjoba ata që do bëjnë fëmijë, por pastaj më vonë do të ndalohet me ligj. Po ja u them që sot mbajeni këtë video sepse do t'ju duhet pas disa viteve, pas një 20 viteve, do thoni, po kishte të drejta ai fshatari nga Llagatundi. Dhe jo sepse unë di çdo gjë, absolutisht jo, por të çon logjika, sepse nëse ka një projekt dhe projekti po ecën drejt atij dhe gjen fakte të projektit po ecën drejt atij projekti, pra drejt atij drejtimi, atëherë kjo do bën të mendosh që do të zbatohen. Dhe kështu që të çon logjika. Tani pres komentet tuaja, ju çfarë mendimi keni për një argument të tillë, ditë të marr ju përqafoj të gjithëve.